E apostrofon Bekim Qokun, pasi që është shqiptari i vetëm i nënshkruar në këtë propozim ligj, ku edhe askund nuk figuron as gjuha shqipe. Ne vitin e kaluar kemi pasur një preskonferencë ku i kemi apostrofuar deputetët tjerë shqiptar në ato kohë të propozim ligjit cilën e zdroi gjykata kushtetuese. Gjithashtu kishte një emision ku Bekim Qoku e përmendi se 50 nënshkrime që i kërkonim ne si listat e pavarur janë shumë pak. Tani shifet se 900 që kanë normal, sa është shumë nuk e dim. Bekim Qoku si deputet erdhi nga zona e 5 në zonën 6, pa pasur nevojë për asnjë farë nënshkrimi dhe u zgjodh deputet me votat e tetoparëve dhe gostivarazve. Kështu që mendoj si përfaqësuesi i vetvendosjes ka bërë një gabim shumë të madh duke vënë nënshkrim për një ligj i cili është kundër aktivizmit qytetar dhe gjatë gjithë kësaj periudhe një vjeçare që ajo si deputet në Parlamentin e Maqedonisë nuk kemi parë ose kemi parë se ai as vën nga vetvendosja nuk ka, mund të kese më shumë vën nga VMRO-ja.